Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë Allahun azza wa jall, salavatet dhe selamet i dërguar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allah azza wa jall në Kur'an thot: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot e përsosa fen e juve. E plotësova dhuntin time ndaj jush dhe jam i kënaqur që Islami është feja juaj. Nga madhështia e kësaj feje është edhe, domethënë, përsosmëria e kësaj feje. Dhe prej aspekteve të përsosmërisë së fesë, prej kemalit, prej përsosmërisë së fesë Allahut azza wa jall është se na ka treguar për shumë gjëra që do të ndodhen nesër në ditën e Kiametit, por edhe para ditës së Kiametit, prej ndodhive, ngjarjeve, shenjave të Kiametit, në mënyrë që njeriu me ditë se çka ka më ndodh, por edhe më përgatit për ato ditë, edhe me ditë se çish me vepru, me pas udhëzime të qarta se çish me vepru gjatë atyre ngjarjeve të mëdha. Dhe na dim se shpallja e Allahut azza wa jall, e cila është Kur'ani dhe hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha janë të vërteta. Dhe tekstet që kanë ardhur janë po ashtu të vërteta, që kemi për detyrë me besu si të vërteta. Dhe këto japin muslimanit një përftyrim të plot rreth asaj se çka ka më ndodhur, çish do të më përball, çish e thash edhe më herët. Ndërsa në këtë kohë kemi shumë njerëz të cilët janë shfaq edhe të cilët flasin për shenjat e Kiametit, për ndodhim të ndryshme, sidomos kohëve të fundit, sidomos kur ndodhin ngjarje të mëdha. Ngjarje të mëdha sidomos kur ndodhin në lindjen e mesme, për luftave të ndryshme, të përgjakura, luftë pas lufte, fitne pas fitne, ndodhi pas ndodhije, saqë një pjesë e njerëzve mendojnë se ka ardhur koha e shfaqjes së Medivut. Disa të tjerë mendojnë se ka ardhur koha e ndodhjes së asaj lufte që quhet lufta e Armagedonit, duke u bazuar në tekstet biblike, e shumë gjëra të tjera që njerëz të ndryshëm dalin edhe flasin, janë shkruar edhe libra të ndryshëm, domethënë qoftë në gjuhën shqipe ose në gjuhën arabe, po edhe në gjuhën angleze, në gjuhë të tjera, rreth profecive, rreth ngjarjeve të ditës së fundit, ose aty në ngjarje të mëdha që i paraprin ditës së fundit, ditës së Kiametit. Dhe shumë njerëz flasin, shumica për njerëzve flasin pa dije. Shumica njerëzve flasin pa dije, dikush duke u mbështetur në disa për atyre që quhen israeliate, të përcjellura nga Beni Israilt, të cilat nuk kanë sened, nuk kanë zinxhir të vërtetë të transmetuesve. Dhe pasi që nuk kanë zinxhir të vërtetë, atëherë nuk janë të besueshme. Disa prej njerëzve, ndoshta disa prej muslimanëve, ndoshta bazohen disa hadithe për arsye se ato hadithe ju duken interesante. Hadithet përcjellura, po janë hadithe të shpifuna dhe të fabrikuara, hadithe të trilluara, hadithe jo të vërteta, që domethënë që flasin për ngjarjet e ndryshme. Dhe disa ndoshta i marrin për bazë disa prej haditheve të sakta, mirë po problemi i tyre qëndron se ata kur dëshirojnë me i zbatu në jetën e përditshme që tu gabojnë. Gabimi i tyre domethënë është zbatimi i këtyre haditheve, ajeteve ose edhe gjërave të ndryshme dhe përzihet dhe bëhet një lëmsh i madh dhe pastaj këto mundohen mos brit në jetën e përditshme dhe më thonë se tash ka ardhur koha e filan ngjarjes, tash është afër koha e shfaqjes së Mehdiut, është koha e kësaj lufte, do të ndodh ma vonë kështu dhe njerëzit në sajet të kurreshtit së tyre i besojnë shumë për këtyre ngjarjeve. Kemi edhe teori të konspiracionit që thuhen edhe dalin njerëzit nëpër emisione të ndryshme, vazhdimisht flasin për këto ngjarje dhe shumë është interesant se aty në njerëzve shumë i besojnë. Në kohën e mëhershme, çdo popull ka pas falltor, ora kuj që është mundu me ditë të ardhmen nëpërmes
këtyne astrologjisë ose fallxorëve të ndryshëm, bila disa prej mbretërve, perandorive të ndryshme, sidomos në ato vende ku s'ka pas dije, i kanë afru këta fallxorët. I ka qujt në disa vende orakuj i ka qujt, mirë po i kanë afru afër sepse këta, domethënë e kanë shfrytzu ato kinë se e din të msheftën për me tregu këtyne se çka ka më ndodh, e sidomos çka ka më ndodh me shtetin e tyne. Shtetin e dyne sa ka me zgjat shteti e tyre, kush ka me orë pas tyre, a ka me pësu disfat në filan luftën, a ka me triumfu në filan luftën, dhe në të thotë në vendet të ndryshme, edhe në kohën e gjahiljetit, në kohën arabe, edhe në kohërat e mahershme, po edhe të çdo popull, njerëzit janë kureshtar për me njoft, pra të fshehtën. Dhe do të vjen me lejen Allah Azza wa Jall se kjo është një prej atyne instinkteve njerëzore, që Allah Azza wa Jall e ka mbjell tek njeriu, me ditë diçka rreth msheftës. Mirë po, këtu pra, pse për i trajtojmë këto çështje? Për i trajtojmë këto çështje jo për mi kallëzu në detaje se çka ka mendohur para ditës së Kiametit. Nuk është qëllimi i këtyne derseve mi trajtu shenjat e Kiametit në mënyrë të hollësishme. Mirë po, qëllimi është me përmend rregulla edhe kritere se çysh do të më konë qëndrimi i muslimanit gjatë dëgjimit të këtyne lajmeve, informacioneve. Çfarë qëndrimi do të më pas muslimani gjatë leximit ndonjë libri i cili flet për këto ngjarje ose libri që anon ka teoritë e konspiracionit ose i dëgjon këta njerëz. A do të më besu apo jo? A ka mundësi me thonë këta të vërtetën apo një pjesë të vërtetës? Këtu, domethënë do t'i trajtojmë me lejen Allahut Azza wa Jall, duke përmendur rregulla dhe kritere të cilat e ndihmojnë muslimanin me pas të qartë, për arsye se ai është i mbështetur, domethënë na jemi të mbështetur në shpallje, përderisa të tjerë janë të mbështetur në mendime, në për ndoshta gjëra të rreme, gjëra transmetime jo të besueshme, e dikush domethënë në diçka që i duket atina imagjinate, sikurse ndoshta i duket se po e lexon një roman futurist i cili flet për të ardhmen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po para se me përmend disa për hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është një ajet kuranor ku Allah Azza wa Jall tregon rrezikun e shpifjes për Allahun Azza wa Jall dhe me fol për Allahun Azza wa Jall pa dije. E shumica këtyre njerëzve paraqiten se janë analistë, se janë njerëz të ditur që i din çështjet, anë vërtet, ndoshta pakës mundë me ditë, po edhe disa për muslimanëve, ndoshta pakës kanë dije, kanë lexuar një libër ose diçka, kanë dije rreth shenjave të Kiametit dhe anë vërtet pastaj paraqiten si të dishëm ata në të vërtet janë që flasin për Allahun Azza wa Jall pa dije. Thot Allah Azza wa Jall në një ajet kuranor thot: "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudilla an-nas bighayri 'ilm." Kush është më zullumçar? Kush është më i padrejtë se sa ai i cili shpif për Allahun Azza wa Jall gënjeshtra, fol për Allahun Azza wa Jall gënjeshtra, shpif diçka për me deviju njerëzit nga rruga e drejtë. Pra, ata njerëzit të cilët flasin pa dije, e shfipin e thonë se Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kanë informuar kështu, në të vërtetë janë bazuar në këto hadithe të shpifura ose në diçka që quhen që janë israeliate, në të vërtetë flasin për Allahun pa dije dhe qëllimi i tyre është pra me i deviju njerëzit nga rruga e drejtë. Mirë po, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se ka me pas njerëz të tillë, të cilët kanë me fol dhe kanë me qenë gënjeshtar, manipulues. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thot yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadhabun yatunakum min al-hadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Do thon në akhir az-zaman, në para se me ndodh Kiameti, ka me pas mashtrues, gënjeshtar, manipulues, të cilët kam ju përmend juve hadithe, edhe ngjarje edhe çështje të ndryshme të cilët nuk i keni dëgjuar ju, as baballarët e juve. Kam ju sjell hadithe, të cilët janë hadithe të shpifura, po edhe kam me fol me gjëra të cilat nuk i keni dëgjuar ju, as baballarët e juve, prandaj keni kujdes thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ata, që në mënyrë që mos ju devijojnë edhe mos ju mashtrojnë.
Pra, ka kësine njerëz të shumët dhe janë shpeshtuar në kohën e fundit dhe kjo sebepi, njëna prej sebepeve që njerëzit flasin edhe flasin me të madhe rreth kësaj, përveç asaj që përmendu më herët, edhe asaj që do t'i përmendi më vonë, është edhe se në shoqëritë ku është përhapur padituria, ignoranca, njerëzit e tillë janë që më së shumti dëgjohen edhe ju besojnë njerëzit aty ne. Në ato shoqëritë ku përhapet dia, ku domethënë është dia kogja e përhapur, atëherë këta nuk kanë vend. Po në momentin kur dia nuk gjendet, edhe është e përhapur ignoranca, atëherë këta njerëz i mashtrojnë edhe i manipulojnë njerëzit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se prej shenjave të kiametit është që mos shfaq padituria dhe mu paksu dia. Para se me fol, është mirë ndoshta edhe me përmend disa fjalë të dietarëve sa i përket kësaj çështje, se nga një herë shtat Qasim ibn Muhammad li an ya'isha ar-rajulu jahilan khairun min an yaqula 'ala Allahi ma la ya'lam. Njeriu me jetu si ignorant, me jetu si paditur, me jetu si jahil që nuk din, është më mirë se sa me fol për Allahun azza xal ato që nuk e din. Dosa Ibn Hazmi në një fjalë të tij thotë la afata 'ala al-'ulumi wa ahliha adarra min ad-dukhala'i fiha wa hum min ghayri ahliha fa innahum yajhalun wa yadhunnuna annahum ya'lamun wa yufsidun wa yuqaddiruna annahum yuslihun. Thotë nuk ka dëm më të madh se sa nuk ka dëm më të madh për dijen dhe njerëzit e dijes se sa ardhacak dhe njerëzit e rrem, njerëzit që paraqiten kisha qenë dietarë se që kanë dije. Anë vërtet s'kan dije, janë pseudo intelektual, pseudo dietar. Ata mendojnë se din, ndërsa nuk din, thotë Ibn Hazmi rahimahullah, dhe shkatrojnë duke menduar se po përmirësojnë. Ndërsa Ibn Hajeri në një fjalë të tij thotë idha takallama al-mar'u fi ghayri fannihi ata bil ajaib. Njeriu kur flet për diçka që nuk ka dije rreth saj, nuk flet në shkencën e vet, nuk ka dije rreth asaj që ka po flet për çështje të ndryshme për cilat nuk ka dije, sidomos për lamit që nuk i njeh, thotë vjen me gjëra të dyshimta. Edhe njëri prej aty në mendimtarëve e ka Amni Shkiber Selan thotë prej sebepeve të parapamenduritë së muslimanëve thotë është dia pakt. Edhe thotë walladhi ashaddu khatara min al-jahl al-basit. العلم الناقص الذي هو أشد خطرا من الجهل البسيط لأن الجاهل إذا قيض الله له مرشدا عالما أطاعه فأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري. Thot njën nga shkaqet më të mëdha të prapambesjes së muslimanëve është ajo që quhet diamant. Çfarë do të thonë diamant? Çka diamant thotë është më rrezikshme se sa ignoranca e thjeshtë. Çka do të thonë ignoranca e thjeshtë? Ignoranca e thjeshtë është kur njeriu nuk din, nuk ka njohuri rreth çështjeve. Kjo është ignoranca e thjeshtë dhe ai e pranon që nuk ka dije, e din që s'ka. Nuk ka njohuri, për këtë arsye thotë më e lehtë është kjo se sa pe atina njeriu i cili din diçka, po mendon se din. Thotë ignoranti i pastër, thotë nëse e gjen një udhëzues të dijshëm e ndjek dhe pason ata, ndërsa ai që ka një dije të pjesshme, thotë nuk e di, edhe nuk e pranon që nuk e di. E zakonisht problemi pra vjen pe këtyne njerëzve, të cilët kanë pakës dije, masa ne pretendojnë se dinë edhe në vërtet shkatërrojnë, ndërsa menojnë se po bojnë mirë. Pra, po flasim për ngjarje të ndryshme, për shenjat e kiametit, për ato betejat e mëdha që kanë ndodhur, që në histori ndryshën quhen melahin në arabisht, që do të ndodhin mes muslimanëve, jo muslimanëve, ose për ato ngjarje që do të ndodhin mes muslimanëve, luftave që na ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka ndodhur mes të muslimanëve, por edhe për ngjarje të ndryshme të ditës së kiametit. E fjala fitne, se këtu është fjala përdor fjala fitne, njëna prej aty në kuptimeve që është zakonisht sinonim e asaj ose kuptimi i saj është, domethënë për ato gjëra që ka menduar, që ka treguar pejgamberi alayhis salam si profeci, se ka menduar mes të muslimanëve, po janë lufta që ka menduar mes muslimanëve. Fitne është përdorur edhe si sprovë në përgjithësi, mirë po fjala fitne vjen prej fetene e dhahab, Çfarë do të thonë? E ka sprovu arin. Çfarë do të thonë me u sprovu ari? Do të thonë kur e fut në flak ndonjë ar, për me ditë se është ari i pastër apo jo. Edhe sa përqind ka ari, sa nuk ka.
për me ditë se është për me ari apo ndonjë element tjetër kimik, se në aspektin jashtëm njeriu mund me vërejt që e ka ngjyrën e arit. Kur të shtin flok edhe e kupton, që atëherë mundesh me kuptu se në të vërtetë pas ka qenë bakur ose diçka tjetër, ose i lym me diçka që i përgjegjëson asaj na ngjyrës së arit. Cila është urtësia ose cilat janë urtësitë e përmendjes së këtyre teksteve në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se feja jonë është ndërtuar mbi, domethënë është ka urtësi, çdo dispozit, çdo lajm i përmendur ka urtësi të përmendjes së tina. Allah azza wa jall, ai i cili ka shpallur këtë fe në këtë mënyrë, me këto domethënë me këto norma, me këto dispozita, është ai i cili domethënë ka urtësi, ka pasur domethënë ka gjithsesi urtësi pas këtyre dispozitave. Nganjëherë mundon njerëzit me ditë, nganjëherë mundon njerëzit mos me ditë. Edhe për përmendjen e këtyre ngjarjeve, edhe për haditheve të ndryshme, sidomos nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që flasin për ditën e Kiametit, për shenjat e Kiametit, padyshim se ka urtësi. Dhe njëra prej urtësive dhe dobive të përmendjes së këtyre më të madhe në për citate, që nga Kurani, e sidomos në hadithet e pejgamberit alayhis salam, ka dobi të shumta. Për shembull, njëra prej atyre dobive është se me këta testohet imani besimtarit. Testohet imani besimtarit. Pse muslimani nuk quhet musliman përveç nëse beson në ghaib, që i cili beson në të padukshmën. Dhe alladhina yu'minuna bil ghaib. Allah azza wa jalla ka thënë ata janë të cilët besimtarët janë të cilët e besojnë ghaibin. Dhe këto që do të ndodhen në ditën e Kiametit ose të cilat i paraprin ditës së Kiametit janë pe çështeve të ghaibit. Dhe njeriu e ka për detyrë me besu çdo gjë që ka ardhur nga Allah azza wa jalla dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë që ka ardhur nga Allahu dhe pejgamberi duhet me besu për arsye se është hak, është shpallje, nuk është që është nga që buron nga mendja, ka buruar nga mendja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po është shpallje nga Allah azza wa jalla. Pra për me testu besimtarët se apo i beson këto tekste apo jo. Me besu se me i testu se cili është besimtar i vërtet dhe cili nuk është besimtar i vërtet. Dhe dietarët në librat e ndryshme të akides, në librat e ndryshme të besimit kanë përmendur këto çështje, sidomos çështjet e shenjave të Kiametit. Dhe kanë përmendur këtë çështje kanë cik. Për shembull, njëri prej tyre Ibn Qudami thotë: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه ومن ذلك أشراط الساعة. Thot Ibn Qudami është detyrë, është obligim për muslimanin me besu në gjithçka që ka njoftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe çka është transmetuar në mënyrë të saktë nga ai. Qoftë nëse kemi parë këtë çështje apo nuk e kemi parë, është mshefur për neve. Ne e dimë thot se ajo është e vërtetë, është e drejtë, dhe pastaj ka përmend Ibn Qudamia në librin e tij Al-Lum'atul I'tiqad, është një libër i vogël që ka përmbuluar për akide. Thot peksojnë edhe janë shenjat e ditës së Kiametit. Domethënë, njëra prej atyre urtësive të përmendjes së këtyre shenjave dhe ndodhive, ngjarjeve që ka ndodhur para ditës së Kiametit është testimi i imanit të njerëzve, sepse kjo është që ka të bëjë me të padukshmën, me gajben, dhe njeriu e ka për detyrë me besu në gajb. Çështja e dytë është me i paralajmëru muslimanët për ngjarjet që do të ndodhin dhe me i udhëzu se çish me vepru. Këto nuk janë pra hadithet e pejgamberit alayhis salam, hadithet e Dejjallit, të luftarëve të ndryshme, ngjarjeve, ndodhive të ndryshme që ka ndodhur para ditës së Kiametit, nuk janë vetëm informata, që njeriu vetëm dëgjon edhe i duken interesante. Ja, aty ka plot udhëzime, edhe plot paralajmërime për muslimanët. Se çish me veprun çato sprova, kur vijnë ato sprova, çish me vepru. Ta marrim për shembull çështjen e Dejjallit. Ka ndodhur hadithe të shumta dhe nuk ka pasur pejgamber që e ka paralajmëruar umetin e tij, popullin e tij për Dejjallin më shumë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo pejgamber i ka informuar popullin e tij për Dejjallin, mirë po më së shumti që ka ardhur përmendja e Dejjallit dhe detajet e ndryshme që ka të bëjnë me Dejjallin ka ardhur në
hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nëse i vështrojmë këto hadithet pejgamberit alaihi salam rreth Dejxhallit, e vrejmë, domethënë, udhëzime të ndryshme që çysh do të me vepru njeriu i cili e arrin kuën e Dejxhallit. Për shembull, për këtyre udhëzimeve që njeriu me e lexu ajetet e para të surës El-Kahf, masani mos më afrohet te Dejxhalli, ai i cili afrohet edhe domethënë është afër Dejxhallit dhe aty na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai ka me vete xhenetin edhe një xhenet edhe një zjarr. Ai na ka propozuar që nëse to mundsohet atë hyn në zjarrin e tij sa ai është domethënë xhenet. Ai është e mirë, që përmban qetësi edhe domethënë begatinë e tij. Nuk është ai vetëm pamjen e dukshme duket si zjarr. Edhe në ka paralajmëruar që domethënë mos hyni në xhenetin e tij sepse ai në vërtetë është zjarri. Pastaj edhe qysh me fal namazin. Qysh me fal namazin në kohën e shfaqjes së Dejxhallit. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka me ardhur Dejxhalli, kanë thonë sa ka me qëndru, ka thonë 40 ditë. Ka thonë dita e parë sa një vit, dita e dytë sa një muaj, dita e tretë sa një javë dhe ditët e tjera, sikurse ditët e tjera. Sahabët janë kon të cilët e janë interesu sidomos për çështjet praktike, çështjeve që i hyjnë aty në punë. Jo për çështjet që nuk i hyjnë aty në punë, dhe kanë pyet, çysh me fal namazin këtë kohë. Dhe pejgamberi alayhis salam, domethënë ju ka treguar se nuk mjafton vetëm gjatë asaj periudhës që të ditës së parë të tina që ka më zgjat një vit, mos më mjaftu vetëm me 5 namaze gjatë tërë asaj dite, domethënë gjatë të vitit. Mirë po, uqduru lahu qadrahu, domethënë me llogarit 24 orëshin dhe aty pastaj me fal namazet ashtu parafërsisht qysh domethënë për në mënyrë të përafërt, domethënë mos më lëm 5 kohët e namazit, po mi fal, po me bën një farë për llogaritje të saktume. Pra, kemi udhëzime të ndryshme, pra kemi paralajmërime edhe ka ardhur në disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çish me vepru për shembull kur shfaqen disa fitnë të mëdha të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se në këto fitnë ai ka paralajmëruar që ka më ndodhur disa luftra në mes të muslimanëve. Disa prej tyre kanë ndodhur, disa prej tyre ndoshta ende do të ndodhe, mirë po disa prej tyre kanë ndodhur. Qysh në kohën e sahabëve, qysh edhe pas kohës së sahabëve, ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai i cili, ai i cili është urë është më i mirë se sa ai i cili është në këmbë. Edhe ai i cili është në këmbë është më i mirë se sa ai i cili është duke ecë, ai i cili duke ecë është më i mirë se sa ai që është duke vepruar drejt fitness. Nëse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush për juve ka deve, atëherë le shkon të devet e tij. Nëse ka dele, le shkoj të delet e tij. Dikush e ka pyet për sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nëse dikush nuk ka as dele, as deve, as kope, as bagti në përgjithësi, çish me vepru, atëherë thotë le të merr shpatën dhe të kthen mbrapsht kështu dhe domethënë le të vendos për miniguri për me topit atfar majën e saj. Që domethënë mos me përdor atë shpatë në luftë. Masani e kanë pyet disa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nëse detyrohen me qenë njënën për palve, edhe dikush me godet me shigjet ose me godet me shpatë qysh, çka me vepru, thot ai i cili të godet është e ka marrë mëkatin tënë edhe mëkatin e vet dhe ai do të jetë prej banorëve të zjarrit të xhenemit. Domethënë këto fitnë, në këto ngjarje të mëdha në ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salam, po edhe na ka udhëzuar se çysh me vepru. Pra thjesht nuk janë hadithe që janë vetëm që duhet mi ditë për mendjesh ose mi mësu për kuriozitet. Çështja tjetër është se përmendja këtyne haditheve të shumta që flasin për ngjarjen e ditës së Kiametit, ose para ditës së Kiametit ose ngjarjet e mëdha, është për më përgatitur për ditën e Kiametit. Edhe më tregu se është afër dita e Kiametit. Prandaj përgatitu për këtë ditë, përgatitu me vepra të mira para se me ardhur këto ngjarje. Edhe është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është në edimet hadithin kur dikush e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam meta saa, kur ka më ndodhur dita e Kiametit. Ai nuk i ka tregu kur ka më ndodhur dita e Kiametit, po i ka udhëzuar se çish me vepruar dhe në ato që i bën dobi njeriu, të thonë ma a'adatta laha.
çka ki përgatit për ditën e Kiametit. Që do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët e pejgamberit alaihi salam, sahabët e tij ka udhëzuar se dohet më përgatit për këtë ditë. E njeriu kur më afër se ditës së Kiametit nuk jemi. Domethënë kur nuk ka qenë më afër se ditës së Kiametit se sa tash. Ato umete që kanë qenë më herët, kanë pas mundësi me thonë për veten e tyre për shembull se dita e Kiametit është afër. Mirë, po me dërgimin e pejgamberit e fundit edhe me kalimin e një kohe të madhe pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na jemi të bindur se shumë afër është koha e Kiametit. Tash kjo shumë afër është relative dhe dikush mund më thonë në asnjë viti, 2 vite, ja mund më thonë babaki mas një 10 vite, 20 vite, 100 vite, Allahu alem, aty vetëm Allah azza wa jall e di. Ende nuk ka ardhur ato shenjat e mëdha. Mirë, po me rëndësi është që njeriu me kry punën e vet më përgatit. Dhe ka ardhur një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot badiru bil a'mali sittah طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. Thot, nxitoni në vepra të mira, para ngjarjeve të mëdha, para se më ardh 6 gjëra. Nxitoni me bëu vepra të mira para se më ardh 6 gjëra. Cilat janë ato 6 gjëra? Ka përmend lindjen e diellit nga perëndimi, dëgjallën, tymin, shfaqjen e tymis. Pastaj ajo kafsha e cila do të dalë dhe do të i damkohet njerëzve dhe do të tregon se ky është musliman, ky është jo musliman, dhe çështje të cilat janë, domethënë, një fatkeqësi e veçantë për sesrin për jush, është për këtu për qëllim kanë thonë dietarët vdekja, domethënë, edhe çështje të përgjithshme. Këtu 6 gjëra kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veproni vepra të mira. Tash kjo veproni vepra të mira, pse? Domethënë me vepru vepra të mira, se kur të ndodhin ndodhite mëdha njeriu tronditet. Edhe harron me bë vepra të mira. Për këtë arsye pe aty në veprave më të rëndësishme dhe më të vlefshme është ibadatun fil harji ka hijratin ilay, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me bëj ibadet kur ka vrasje të mëdha, është sikur se më bëu hijrat te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ç'është shpërblim i madh. Pse? Për arsye se kur ka ngjarje të mëdha, njerëzit masanej vetëm i preokupon çështja atyne, se çka ka me bëu, a kemi jetën rrezikame se kemi, a po na mjafton buka, furnizimi, as po na mjafton. Dhe njerëzit janë tepër të preokupuar, tepër të friksuar, kështu që edhe harrojnë me bëj ibadet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që më përgatit me vepra të mira, se kur të ndodhin këto ballaki, domethënë mendja hub, edhe s'ki mundësi me vepru vepra të mira. Kështu që përgatitesh më përpara. Ose kanë thënë disa dietarëve është për qëllim se përgatitja me vepra të mira është për arsye se kur të ndodh ajo shenja e Kiametit që është lindja e diellit prej perëndimit, atëherë nuk i pranohet pendimi i njeriu, edhe nuk i pranohen ato ai besimi i tina që domethënë që shpreh ai pendimin se tash e ka kuptuar të vërtetën edhe po don me besu Allahun azza xhel dhe me bëu vepra të mira. Pra, njëna për atyne urtësive të përmendjes së këtyne shenjave të Kiametit ose ngjarjeve të ndryshme është që njeriu më përgatit. Njeriu më përgatit me vepra të mira që mos më nxon këto ngjarje të mëdha të papërgatitën. Po ashtu prej urtësive që dietarët kanë përmend rreth përmendjes së këtyne ngjarjeve të mëdha dhe shenjave të ditës së Kiametit është se këto janë dëshmi për profecinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto që janë përmendur në hadithe të ndryshme, është disa prej tyre kanë qenë, domethënë, shenja të vogla që kanë ndodhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na ka treguar lajme të ndryshme që kanë ndodhur në një kohë të caktuar. Shenjat e mëdha ende nuk kanë ndodhur. Mirë, po shumë prej shenjat të vogla kanë ndodhur. Kanë ndodhur, sidomos për shembull njërin prej atyre shenjave të vogla që kanë ndodhur, edhe e cila ka përfunduar është shfaqja e një zjarri të madh i cili domethënë ka qenë në Medinë dhe çaq i madh ka qenë saqë ka më shëndrit saqë ka më pa ato gungat e deve në Sham atje në Busra. Edhe kjo ka ndodhur vitin 657 ose prafërsisht në ato vite. Domethënë është shfaq një zjarr i madh, zjarr vulkanik, i cili ka qenë shumë i madh edhe është po me 1000 kilometra larg. Është po 1000 kilometra larg, njerëzit e kanë treguar se e kanë pa këtë zjarr. Domethënë kjo ka ndodhur. Edhe njeriu kur e din se
Domethënë kjo shenjë ose ky lajm që ka tregu për ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka ndodhur dhe ka në të vërtetë ka ndodhur, atëherë është bindur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është pejgamber dhe nuk flet nga hamendja tina, dhe kjo është një nga atyre profecive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye dietarët e ndryshëm në librat e tyre që kanë përpiluar rreth profecive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë përmendur shumë për këtyre ngjarjeve që ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra është janë këto hadithe, këto ajete që flasin për këto ngjarje dhe ndodhi janë prej dëshmisë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i dërguar, është i vërtet, i cili flet të vërtetën. Dhe e pesta që po duam me përmbyll me këtë ligjëratë është se janë përmendur këto shenja të kiametit ose edhe ngjarjet e mëdha të cilat kanë paraprit kiametit, në mënyrë që më plotësu ajo instinkti njeriu i natyrshëm, i cili është instinkt që Allah azza wa jalla ka mbjell dhe ka mbjell në shpirtin e njeriu që është me njoftë të msheftën. Njeriu ka qef me njoftë të msheftën, sidomos për vetveten e vet, për fundimin e tij, për ngjarjet që ka më ndodhur, edhe sidomos për ngjarje të përgjithshme. E përmendëm në fillim se njerëzit e ndryshëm kanë pas falltor, kanë pas astrolog, sidomos njerëzit të pushtetshëm, njerëz me pushtet, mbretër, perandor ose kryetar, më thonë perandor, zakonisht në ato kohrat e mëhershme, të cilët i kanë afruar nga vetës tyne njerëz të cilët ju kanë treguar se çka ka ndodhur me perandorinë e tyne. Kur ka moshuar ju ka perandori, sa ka me zgata ajo perandori, kur ka me fitu, kur nuk ka me fitu. Në shumicën e rasteve ata gënjejnë, ata janë rrënësaka. Mirë po është një instinkt që Allah azza wa jall e ka mbjell dhe kërkon gjithmonë me mbush, me ditë të fshehtën. Mirë po Allah azza wa jall ne kam shif shumë gjëra se përket msheftës. Ne kam shif shumë gjëra. Disa prej gjërave ne ka shfaq nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe muslimani nëpërmjet këtyne gjërave, domethënë e shun ata dhe e plotson atë instinkt të tina për me njoftë msheftën. Pra gjendet ky instinkt e plotson këto me diçka që është e vërtetë, e cila s'ka mundësi mos me qenë e vërtetë. Gjithsesi është e vërtetë nga se është shpallur nga Allah azza wa jall. Edhe Sheikhul Islam në një fjalë e tij tregon se gënjeshtra sa i përket këtyre ngjarjeve për të ardhmen përgjithësi, e sidomos për ditën e kiametit, janë të shumta. Ma shumë se sa gënjeshtra që janë për fen. Thatë wa babul kadhib fil hawadith al kawniyya akthar minhu fil umur ad diniyya. Thatë gënjeshtra në lidhje me ngjarjet kozmologjike është më e përhapur se sa në çështjet fetare, sepse prirja e atyre njerëzve që janë fetar, që i japin përparësi botës, kësaj bote ndaj botës tjetër. Që do të thonë njerëz që nuk janë fetar, që nuk e besojnë Allahun azza wa jall, ajo, do të thonë, prirja e tyre për këto çështje është më e madhe se sa fetarët. Sepse njerëz fetar, njerëzit e udhëzuar, ajo preokupimi i tyre është me fe edhe në nështrim ndaj Allahut azza wa jall. Edhe ata kanë, thotë Sheikhul Islami, kanë një farë prirje dhe kanë qef me i di disa prej gjërave. Mirë, po nuk është të shprehur te ata sikurse tek ta tjerët. Dhe ata të tjerët, domethënë ata të cilët nuk kanë dije rreth Allahut azza wa jall, po kanë pseudo dije ose kanë gjëra të rreme, atëherë këta nuk kanë diçka e cila e bën me kuptu ose me dallu të vërtetën për pa vërtetës. Për këtë arsye, thotë mashtrimi është i përhapur shumë të ata, manipulimet janë të përhapura dhe gënjeshtarët janë që rënacakat janë të shtuar tek ata. Ibn Khalduni në fjalët e tij thotë për me tregu se kjo çështje është e mbjellur në instinktin njerëzor. ثت اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوق إلى عواقب أمورهم وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر سيما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها والتطلع إلى هذا طبيعة
majbulun alejha. Dije thot se prej veçorisë së natyrës njerëzore është dëshira për mi njoft përfundimin e çështje dhe për të ditur se çka ka më ndodhur, nga çështjet e jetës, vdekjes, të mirës, së të keqes, çka ka më ndodhur me ta më vonë. Sidomos në lidhje me ngjarjet e përgjithshme, si njohja e asaj që ka mbetur nga bota, që është pej atëhershit, Ibn Khalduni, po edhe më herët, njerëzit gjithmonë pyesin, sa ka mbet, kur ka më ndodhur kiameti, sa vite kanë mbet deri në kiamet. Ose kozgjata e shteteve dhe imperatorive apo dallimit mes të, këtyne, kjo është prirje e rrënjosur në natyrën njerëzore. Masanej përmend se një pjesë e madhe e njerëzve masanej mundohen me kuptu në njoftëm sheftën nëpërmjet ëndrave, disa nëpërmjet falltorëve, e sidomos thot këta perandort, këta përmendu më herët, dhe më vonë thot çdo popull thot ka pasur fjalë të tilla nga një fallxhor, astrolog, veli, imrrim, shejtor e të ndryshëm, dhe edhe arabët thot kanë pasur kësine persona, parashikues, fallxhor. Dhe njerëzit më së shumti që përmendi Ibn Khalduni që u besojnë atyne, dhe njerëzit që përfitojnë. Edhe sot e kësaj dite përfitojnë, nëse e përfitojnë në aspekti material. Thot ka pasur njerëz në disa shoqëri që janë ulë edhe njerëzve kanë kallëzuar se çka ka menduar, dhe edhe ulën njerëz nga gratë, nga fëmijët, nga njerëzit e ndryshëm dhe kanë dëgjuar dhe kanë besuar atyne. Edhe ata kanë përfituar para dhe kanë përfituar të mira materiale për këtyre gjërave. Edhe sot njerëzit me klikime të ndryshme, për shembull, duke i dëgjuar njerëzit të ndryshëm ato emisione të ndryshme, fitojnë para për atyre klikimeve. Se njerëzit më shumë të që i dëgjojnë ose që janë kurajtar për një njoftje janë çta njerëz që kallëzojnë se çka ka menduar, sepse kjo pra është një prej atyre instinkteve njerëzore, që është mbjellur në natyrën njerëzore me ditëm sheftën. E Allah Azza wa Jall, nëpërmjet përmendjes se këtyre në Kur'an apo edhe në që kanë ardhur këtu në hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është sikurse është plotësim i asaj instinktit të njeriu, mirë po me të vërtetën. Këto janë disa prej çështjeve që kanë të bëjnë pra me ngjarje të ndryshme dhe disa prej dobive të përmendjes së këtyre teksteve në këtu, domethënë sa i përket ngjarjeve të mëdha që kanë ndodhur, që kanë i paraprit ditës së kiametit apo edhe ngjarje të ndryshme që janë prej shenjave të kiametit. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi